ende akoma në gjykatën koreksionale. Pa the mankim administrativ ndaj vendimarrës dhe gjykatës amerikane. Administrative, mos dalim deri në Francë. Dhe pra s'kemi as ankim nga zoti Berisha dhe as një revokim. Pra në aspektin formal nuk është se kemi. Por non grata në vetë çfarë është? Është një vendimarrje administrative, nuk është gjyqësore, nuk është se ka shpall Departamenti i Shtetit Berishën korruptuar. Është një vendimarrje administrative që prodhon pasoja politike. Pra, në vetvete, kjo vendimarrje siç u mor me ndikim politik, ashtu do të zhbëhet. Antony Blinken sot po njoftoi shpalljen publike Sali Berishës, i presidentit i Shqipërisë, ish kryeministër dhe ish deputet i parlamentit. Po pra, po të bën ai të fajshëm penalisht për shkak të përfshirjes tij korrupsion Zotri, nuk të bën të fajshëm penalisht ai vendim. Vazhdon, Berisha ishte përfshirë në akte korruptive. Romeo, mos e je jurist, i di shumë mirë këto të tjerë. Nuk të bën të fajshëm ai. Të bën vendimi i gjykatës. Po pra, dhe unë këtë thash. Ai vendim si administrator. Po mirë, çfarë efektesh prodhon ai vendim? Efekte politike, juridike nuk... Zotria nuk qasë të mirë pra mirë, efekte juridiko-penale nuk prodhon në burë të një, për kjo është të një, unë këtë po them, ajo prodhon efekte politike, dhe siç u mor në ndikimin politik, do zhbëhet në ndikimin politik. është shumë e thjesht gjëja, marrë. Ndikim politik nga kush? Shumë e thjesht gjëja. Referuar vendimarrjes të kthim përgjigjes zotit Blinken, ndaj kongresmenve të fitojnë zgjedhjet të Departamentit Amerikës. Të lutem, po jam se si bën dot Shqipëria personalisht. Të lutem, kthim përgjigja ishte e tillë ku janë provat? Provat i kemi marrë nga qeveria shqiptare dhe OEF pranë atij vendi. Tani OEF e Dalina Ficës së burr, OEF e Sorsit, e qeveria e Edi Ramës. Po kjo pra është kthim përgjigje zyrtare e sekretarit të shtetit. Kur është marrë kjo nga Si kur është marrë? Çfarë datë është marrë, diti? Në maj të 2021. Në maj 2021. Po. Çfarë ndodhi me PD-n? Po ç'të lidhje ka me PD-n? Pse po çfarë pasoja është PD? Po kjo pra ishte, po pra, linja e arsyetimit është e tillë që u bë me ndikim politik në funksion dhe në shërbim të Edi Ramës, duke përqarë opozitën që do i shërbeten për mandat në 4. Sot erdhi ky mendim. Po kjo është. Po tani koha këtë provoj. Sot erdhi ky mendim. Koha këtë provoj. Çfarë provash ke ti që atëherë se s'do bëj avokat në Ramës, po më detyrove me zor. Kam prova sepse kam prova. Sot erdhi me çfarë provash? Po 4 emra do t'jap. Blinken, Escobar, Filip Riker dhe Yuri Kim sot i kenë pension politik, nuk i kenë shërbimin e karrierës. Kanë qenë diplomat karriere të 4. Asnjëri nuk e kenë shërbimin e. Po provësh, po diskutim që është provë, sepse ka qenë klani Sorsit, se kanë qenë vejtët Sorsit. Kjo është koha provoj që pas ka qenë lobim, nuk pas ka qenë vullnet i pasi institucional. Pas ka marrë pushtetin të lutem Po e ka marrë pushtetin dhe po përzën këtë lobin e Sorsit, pa diskutim. Dhe i sjell efekte dhe në territorin shqiptar kjo. Pa diskutim. Të lutem, Arbri, se e gazetari vëmendshëm, këto 4 emra i ke sot shërbimin e jashtëm? Po s'është kjo më ky. Blinken, Escobar, Filip Riker dhe Yuri Kim. I ke në shërbimin e jashtëm? Yuri Kim është këshilltare në departament të Euroazis, as departament përgjithshëm. Është po haman vje keqë burr tani. Po këshilltare për rritjen e performancës së burr. Është një mini Elon Musk për departamentin e Euroazis. Me rrit performancën e administratës. Nuk ka vendimarrje politike. Pra pjesë e saj, pjesë e departamentit. Po jo më është si mund të bëjnë diversion kështu? Nuk ka vendimarrje. Të lutem. Nuk ka vendimarrje. Nuk ka vendimarrje. Nuk ka drejt vendimarrje. Berisha, vetëm grata apo vetëm grata? Është relativizuar non grata dhe ka hyrë në marrëdhënie. Po mirë mos unë të thash non grata, po pse ndërhyn mos unë ta thash kontin, pse ndërhyn? Zoti moderator, 24 mars Departamenti i Shtetit dha një raport ku e përmend si arritje drejtësisë shqiptare akuzën ndaj Berishës. Po e kishte, në raportin e fundit. Raporti, që ishte ai raport? Unë kam sqaruar raport, këtu kam qenë. Po kush e tha? Po. Ai raport është për çështjet e narkotrafikut dhe të lutem, dhe të pasrimit të parave. Dhe aty duket që është e njëjta dorë. Ai është raport për zhvillimin e 2024 që reflektohet në 2025. Po të shohësh raportin 2023-2024 është copy-paste
vetëm në 2023-shin kanë reflektuar edhe emrin e Lefter Kokës. Zotri, në 2024... Le të sqaroj këtë. Sipas atij raporti, i vetmi zhvillim me rëndësi në Republikën e Shqipërisë pas ka qenë komunikimi i akuzës së zotit Berisha. Ndërkohë, gjatë 2024-s ke nisjen e hetimin ndaj Erion Velis. Gjatë 2024-s ke komunikimin e 5D-s. Gjatë 2024-s ke komunikimin e akuzës Plaren Drecës. Gjatë 2024-s ke vendimin e GKK-s që orienton Spakun për Ilir Beqën që i thotë ke grup të strukturuar kriminal. Kujdes, grupi strukturuar kriminal në qeveri, shumë e rëndë kjo. Të gjitha këto zhvillime nuk reflektohen nga ai raport zotri, reflektohet vetëm emri Sali Berishës. Dhe unë çmoj që është një dorë e një specialisti, është një specialist historik që plotson raportin. Dhe për dalë me pak fjalë, me pak fjalë. Po mimo, këto zhvillime kanë qenë 2024, apo i se ova? Logu atë mendimin e ti do nga thotë. Po vendosim një rend logjik minimalist tani, të lutem, Romeo, këto ngjarje janë zhvillime 2024, pse nuk janë ardhur raport? Ma kthej përgjigje. Pra, në 2024 paska vetëm komunikim akuze në 2024, asnjë ngjarje tjetër nga Spaku.